Pa kundërshtar përballë, Armando Duka u rizgjodh presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Ky do të jetë mandati 7 radhazi për Dukën, i cili e mban këtë funksion drejtues që prej vitit 2002. Presidenti Armand Duka falenderoi anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme Zgjedhore për besimin e dhënë dhe rizgjedhjen e tij në krye të FSHF-s. Në fjalën e tij, Duka e cilësoi rikonfirmimin si një vlerësim të madh, por mbi të gjitha si një përgjegjësi për të vijuar punën në shërbim të futbollit shqiptar dhe komunitetit të tij. Ju premtoj që ne do të bëjmë maksimumin që federata jon, loja dhe futbolli ynë, kampionati, ekipet tona kombëtare, zhvillimi i infrastrukturës dhe stabiliteti financiar i FSHF-s të jenë në nivelet maksimale në vitet e ardhshme. Uroj që të gjithë ne bashkë të jemi pjesë e kampionatit botëror 2026. Suksese Silvinjos, ekipit kombëtar, faleminderit të gjithëve, deklaroi Duka. Ai u propozua nga 33 anëtar të FSHF-s, të cilët kanë vlerësuar se gjatë drejtimit të tij futbolli shqiptar ka njohur suksese të rëndësishme, ndër sukseset e përmendura janë 2 kualifikimet historike të kombëtares shqiptare në kampionatin evropian.